Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Mesazhet e ambasadorit shqiptar në Maqedoninë e Veriut mbi zhvillimet e fundit politike kanë pasuar me reagimin e anëtarëve të shumicës në pushtet. Si pjesë e koalicionit Vlen, Bilal Kasami tha se Mejdani ka kërkuar takim Ali Ahmetin, ndonse ky lloj mesazhi nuk duhet të vijë prej tij. Kemi biseduar edhe në takim se ka përcjell kërkesën e mundshme të zotit Ahmeti për takim, që ndoshta unë nuk e vlerësoj se ndoshta do të ishte një kërkesë që duhet vinë nga një ambasador, po sidoqoftë, pra këtë që e thoni ju është shqetësimi i një pjese të madhe të strukturës së Vlenit. Pas takimit me Mejdani, reagoi dhe Izzet Mexhiti, i cili tha se e duam Shqipërinë edhe kur qeveria e Shqipërisë është në nivelin e politikës ditore dhe mban anën e njërit, ne prapë duam Shqipërinë. Ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, Denjon Mejdani, tha mes të tjera se nuk është pjesë e politikës ditore, por e asaj shtetërore. Biem dakord vetëm kur jemi në të njëjtin linjë për garantimin e të drejtave, respektimin e marrëveshjeve ndërkombëtare dhe për të ecur krah për krah drejt Europës, shkruan mes të tjerash ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, Denjon Mejdani. Qeveria në pushtet në Republikën e Maqedonisë së Veriut është drejt finalizimit të ligjit për shfuqizimin e qeverisë teknike. Ndryshimet e ligjit me të cilat ndër të tjera, këmbgullet në shfuqizimin e qeverisë teknike javën e kaluar ju prezantua koordinatorëve të grupeve parlamentare nga Ministri i Administratës Publike Goran Minçev. Bojan Stojanovski nga VMRO DPMNE përsëriti se për zgjedhjet e ardhshme do të ketë qeveri teknike me ndryshimin e ministrive, por pas zgjedhjeve ky mekanizëm do të shfuqizohet. Ndërsa, nga opozitarja maqedonase LSDM janë të mendimit se qeveria teknike duhet të mbetet pasi është miratuar me konsensus dhe me ndërmjetësimin e bashkisë ndërkombëtare. Grupi parlamentari VMRO DPMNE sarton projektligjin për zgjatjen me 45 ditë për legalizimin e objekteve të ndërtuara pa leje. Qëllimi, si shtat deputeti i kësaj partie Bojan Stojanovski, është të zgjidhë statusi i objekteve të ndërtuara më herët, por kjo nuk do të vlejë për ato të ndërtuar ishtazi. E shtoi me afatin për 5 vite shtesë, përkatësisht në vit të 15 ligji do të vlejë përgjithësisht 20 vite deri më 3 mars 2031. Mundësojmë siguri juridike për komunat si organe kompetente që të mund të përfundojnë në mënyrë ligjore procedurat e filluara dhe ky ndryshim nuk parashikon kërkesa të reja, por ekskluzivisht është të shërbim të atyre qytetarëve që kanë dorëzuar dokumentacionin dhe me vite presin fletën e tyre të prosisë, tha Bojan Stojanovski nga VMRO DPMNE. Rajoni. Një seancë të vetme deputetët e Kosovës konstituan kuvendin me të gjitha strukturat e tij dhe kabinetin e ri qeveritar. Me 66 vota pro, 24 kundër dhe 8 abstenime, Albulena Axhiu zgjodh kryetare e kuvendit. Për kanë votuar 66 deputet, kundër kanë dhënë votën 44 deputet, dhe 8 të tjerë kanë abstenuar. Konstatoj se kuvendi zgjodhi deputeten Albulena Axhiu për kryetare të kuvendit të Republikës së Kosovës. Kundër Axhiut votuan Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, ndërsa abstenoi Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Pas konstituimit të kuvendit, si shumicë qeverisë, lëvizja vendosën miratoi kandidaturën e Albin Kurtit si kryeministër. Pro ti votuan 66 deputet, 49 kundër dhe asnjë abstenim. Konstatoj se me 66 vota për, 29 vota kundër dhe asnjë abstenim, kuvendi zgjodhi qeverinë e Republikës së Kosovës. Nga foltoria e kuvendit, Albin Kurti vlerësoi se në 5 vitet e fundit ka ndërtuar dhe zhvilluar një Kosovë më të drejtë. Parashikimi i tij është se këtë vit produkti vendor do të arrijë 12 miliardë euro, ndërsa vlerësoi se rritja ekonomike nuk është mbajtur në shtet, por është përndarë në shoqëri. Përgjatë 4 viteve në vazhdim, do të investojmë rreth 1 miliard euro në prodhim përmes garantimit të kredive për investitorët. Pra do të vëmë në dispozicion 1 miliard euro garanci sovrane, të cilat shërbejnë si hipotek për të garantuar investimet private në fabrika dhe në prodhim. Do të themelojmë bankën zhvillimore, projekt që tashmë është negociuar me bankën botërore, me vlerë prej 50 milion eurosh, për të mbështetur zhvillimin industrial dhe ndërmarrjet prodhuese. Ndërsa nuk munguan me këtë rast dhe kritikat ndaj zyrës së prokurorisë speciale për dënim me 45 vjet burg për ish-krerët të UÇK-s. Sipas tij, barazimi mes drejtuesve të UÇK-s me regjimi genocidal është i paqëndrueshëm dhe shtrëmbërim faktik dhe historik.
Kuvendi i Kosovës miratoi dhe kabinetin e ri të drejtuar nga kryeministri Albin Kurti, si numri 2 i qeverisë u caktua Glau Konjusa. Ai mori detyrën si zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i jashtëm dhe i diasporës. Zëvendës kryeministre e dytë dhe ministre e drejtësisë është caktuar Donika Gërvalla. Zëvendës kryeministri i tretë për çështje të pakicave dhe bashkëpunim është Fikrim Damka, ministri i financave Hekuran Murati, ministër për punë, familje dhe vlera të luftës çlirimtare Andin Hoti, ministri i mbrojtjes Ejup Maqedonsi, ministri i punëve të brendshme Xhelar Zveçla, i administratës dhe digitalizimit Lulzon Jakxhiu, i shëndetësisë Arben Vitia, i arsimit dhe shkencës Hajrullah Çeku, ministri e kulturës dhe turizmit Sarando Bukujevsi, ministri i administrimit dhe pushtetit lokal Elbert Krasniqi, i sportit dhe rinis Blerim Gashani, ministri i mjedisit dhe planifikimit hapësinor Fitore Pacolli, i bujqësisë, pylltarisë dhe zhvillimit rural Armend Muja, ministri i infrastrukturës dhe transportit Dimal Basha, ministri i industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë dhe inovacionit Mimoza Kusari Lila, ministri i ekonomisë Artane Rizvanolli dhe ministër për komunitete dhe kthim Nenad Raqiq, ndërsa ministër për zhvillim rajonal Rasim Demiri. Miratimi i kabinetit të ri qeveritar në Kosovë u prit me kritika nga kryetari i Lidhjes Demokratike. Para deputetëve, ai vlerësoi se sot kemi nevojë për të qëndruar jo përballë një qeverie të zakonshme, por përballë një pushteti që i ka të gjithë numrat, institucionet dhe mjetet. Dhe sipas tij mbi të gjitha përvojën në zymt të 5 viteve të shkuara me fjalë shumë e pak rezultate. Me këtë rast, Abdexhiku tha se duhet të jenë të pa kompromis në kapjen e shtetit dhe luftën ndaj korrupsionit, në ruajtjen e rendit kushtetues dhe orientimin euroatlantik të vendit. Kushtetua jo nuk është tekst për nevoja ditore, por është kontrata që e mban Kosovën të bashkuar. Shkeljet e kushtetutës janë shkelje të gjithçkaje, për cilën ne ekzistojmë si lidhje demokratike Kosovës. Kur nuk e mbrojmë thelbin e besimit tonë politik, nuk kemi pse të ekzistojmë politikisht. Prandaj duhet ta mbrojmë kushtetutën me çdo çmim. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, kritikoi panoramën e ofruar nga Albin Kurti për qeverisjen e 5 viteve të fundit. Sipas Tahirit, Kurti ofroi një kabinet qeveritari, i cili ishte i përmasave të një shteti të së Kinës për 21 antarësh. Në emër të grupit parlamentar të Aleancës, Tahiri premtoi se do mbështesin çdo punë të mirë, në çdo projekt të mirë që kjo qeveri sjell në këtë kuvend, pa marrë parasysh a janë apo jo votat. Zotohemi se në çdo punë të mirë, në çdo projekt të mirë që kjo qeveri e sjell në këtë kuvend, pa marrë parasysh a ju duan as ju duan votat tona, ne do ta mbështesim. Ne po do të jemi këtu me këta numrat që jemi, me u ballafaqu në atë që mendojmë se nuk është e drejtë dhe është kundër qytetarëve të Kosovës, kundër interesit publik dhe është në funksion vetëm të fuqisë tuaj politike, që ju edhe me drejt mundi me festue, me manifestue, po mos harroni që në këtë ditë jemi mas një viti blokad e cila i ka kushtu Kosovës me qindra miliona humbje, me një apatit madhe dhe me një ikje qytetarëve dhe të rinisë të Kosovës. Mbështetje për qeverinë ofroi dhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza. Si kryetari i partisë më të madhe në opozit, ai paralajmëroi shumicën në pushtet se PDK do të jetë gardiane e kushtetutës, do t'i rezistojë çfarëdo tendence që mohon gërmën dhe frymën e kushtetutës. Do ta mbështesim çdo iniciativë që është në interes të qytetarëve dhe të shtetit, por njëkohësisht këtu në kuvend, në shesh dhe kudo para qytetarëve do të mbrojmë interesin publik dhe shtetëror të Republikës Kosovës. Marrëveshje ndërkombëtare dhe projekt buxheti 2026 ishin dy nga vendimet e para të miratuara në mbledhjen e kabinetit të ri qeveritar të drejtuar nga Albin Kurti. Qeveria miratoi projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes së financimit për programin e parë për financimin e politikave zhvillimore për efektivitetin fiskal, konkurrueshmërinë dhe rritjen e gjelbër mes Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim, pjesë e Bankës Botërore. Nga kjo marrëveshje Kosova përfiton 90.3 milion euro UA për 12 vjet. Krahas asaj është miratuar dhe marrëveshja me Asociacionin Ndërkombëtar për Zhvillim për projektin Kompas me një vlerë prej 18.6 milion euro. Në lidhje me buxhetin e vitit 2026, Kurti nënvizoi se nga 4 miliardë euro, 867 milion euro shkojnë për komuna dhe në të përfshihet edhe paga e 13. Shumica e qeverisëse në Kosovë është gati të fillojë bisedimet për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit. Kryeministri Kurti tha se pas votimit në kuvend të buxhetit dhe marrëveshjeve ndërkombëtare do të fillojnë bisedimet. Tash jemi në hapin e tretë, votimi i buxhetit 2026 dhe marrëveshjeve ndërkombëtare. Por sa të përfundohen këtu, jam i gatshëm që
nga nesër të fillojmë kontaktet dhe diskutimet me subjekte tjera politike për çështjen e presidentit. Ministri i Financave i Kosovës e komentoi rritjen e numrit të anëtarëve të kabinetit qeveritar si nevojë për të përmirësuar rendimentin në punë. Në një konferencë për mediat pas mbledhjes së qeverisë, Kuran Murati sqaroi se rritja nuk ka ardhur për të akomoduar koalicionet bashkëqeverisëse. Është parë gjatë mandatit të kaluar që në disa raste nuk është arritur sinergjia e cila ishte synuar. Pra dhe ka pasur raste kur me qenë se ministria apo dikasteri ka qenë tepër fushveprimi gjerë, ndoshta nuk është arritur efikasiteti i nevojshëm i cili ishte synuar që ishte fillim të mandatit, prandaj edhe është paraparë që të ketë një riorganizim të zem tek Ministria e Punëve të Brendshme me administratën publike dhe digitalizimin të ketë një ndarje prej bashkimit që ishte bërë më herët në mënyrë që të ketë pra efikasitet të shtuar në të dyja fushveprimet pra. Shqipëria dhe Kroacia i bashkojnë urimeve për zgjedhjen e Albin Kurtit në krye të kabinetit dhe krijimin e institucioneve të reja. Presidenti Bajram Begaj përmes një postimi në rrjetet social Facebook ka theksuar bindjen se përkushtimi dhe bashkëpunimi në dobi të shtetit dhe qytetarëve do të udhëheqin klasën politike të Kosovës në përballimin e sfidave të ardhshme. Krahas këtij, ministri i Evropës dhe punët e jashtme Lisa Spiropali siguroi se Shqipëria do të qëndrojë gjithmonë para të Kosovës me mbështetje të sinqertë dhe të palëkundur për sigurinë, institucionet dhe rrugtimin e saj drejt familjes euroatlantike. Ndërsa kryeministri Plenković tha se Kroacia mbetet një mbështetëse e fortë e rrugës europiane të Kosovës, pres me padurim forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit ton dypalësh dhe bashkëpunimi për stabilitet dhe përparim në Europën juglindore, thuhet me së tjerash në urimin e Andrej Plenković. Komisioneri Europian për zgjerimin Marta Kos përshëndeti krijimin e qeverisë së re të Kosovës. Në rrjetet sociale Kos është shprehur se pret me padurim për të vizituar Kosovën. Fokusi tani mund të zhvendoset në financimin e reformave të Bashkimit Evropian dhe sjelljen e përfitimeve të plota të planit të rritjes. Shkroi Marta Kos, ndërsa shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas e ka cilësuar formimin e qeverisë së re si një zhvillim inkurajues pas më shumë se një viti bllokim politik. Kjo është mënyra e shpejtë për të zhbllokuar mbështetjen e Bashkimit Evropian me vlerë qindra miliona euro dhe për të pasur përparim në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian, shkroi Kaja Kallas. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Legalizimet e ndërtimeve informale do të dërgohen qytetarëve drejt për drejt në profilin e tyre në platformën Jelbena. Agjencia Shtetërore e Kadastrës në Shqipëri shpëlos hapin e radhës me synim digitalizimin e shërbimeve. Dokumenti përkatës mbërrin me njëherë në llogaritë e Jelbenja duke shmangur paraqitjen fizike në sportele, pritje në radhë apo dërgim përmes postës. Ndryshimi synon të përshpejtojë procedurat dhe të rrisë sigurinë në dorëzimin e dokumentacionit zyrtar. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri kujton qeverisë se ka marrë 100 milion euro nga Unioni për të mbështetur zhvillimet e kapitalit njerëzor. Pjesëmarrës në aktivitetin Fondi Social 2026, garanci për qëndrueshmërinë e shërbimeve për mirëqenien e qytetarëve, Silvio Gonzato theksoi rëndësinë e investimit në mirëqenie sociale me synim minimizimin e varfërisë dhe të cënueshmërisë në shoqëri. Pa u përqendruar shumë tek shifrat, më lejoni të theksoj një fakt, që mbështetja e Bashkimit Evropian për mbrojtjen sociale në Shqipëri është nga më të lartat në të gjithë Ballkanin perëndimor. Ne po investojmë më shumë se 100 milion euro me anën e projekteve BE-ja për gjithëpërfshirjen sociale dhe BE-ja për punësimin dhe gjithëpërfshirjen sociale. Gonzato kërkoi rishikim të ligjit për përkujdesjen sociale, duke theksuar se nuk mjafton harmonizimi i legjislacionit me atë evropian. Duhet përqendrohemi tek zbatimi. Harmonizimi i legjislacionit në BE-s është i rëndësishëm, por nuk mjafton në vetvete pa zbatimin e legjislacionit. Pra duhet të ketë zbatim efektiv që kërkon buxhete, kërkon burime të duhura njerëzore, kërkon sisteme të forta të përkujdesjes. Fondi Social i Shqipërisë ka 7 vite që është në funksion dhe ka financuar më shumë se 70 projekte dhe shërbime. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama listoi 14 shërbime të reja që do të financohen nga Fondi Social për shtresat më të ndjeshme të shoqërisë. Përfitues janë fëmijët dhe nënat të nevojë, për fëmijë dhe të rritur me aftësi ndryshe, për të moshuarit, gratë dhe vajzat viktima të dhunës, si dhe për fëmijët pa kujdes prindëror. Paketa e re u prezantua gjatë një aktiviteti me fokus tek Fondi Social për vitin 2026, ku kryeministri Edi Rama e vuri theksen tek angazhimi i bashkive për të qenë më afër qytetarëve në nevojë. Duhen gjetur mekanizmat e financimit bashkarisht me pushtetin vendor, por në këtë pikë pushteti vendor është kyç dhe kryetarët e bashkive janë absolutisht aktorët kryesor për të arritur që të përcjellin sensin e kësaj qasje dhe për të arritur që të bëjnë punën e nevojshme bindse për
familje të cilat mund bashkohen në këtë qasje dhe të cilave duhet t'ju dedikojmë një fond të veçantë. Bota. Kryeministri italiane Giorgia Meloni dhe kancelari gjerman Friedrich Merz kanë theksuar nevojën për veprime të menjëhershme për të adresuar sfidat strategjike të Bashkimit Evropian. Boshti i ri që po shfaqet midis Italisë dhe Gjermanisë duket se po paralajmëron ndryshime të mëdha. Në një letër të përbashkët me kancelarin gjerman Friedrich Merz drejtuar gjitha vendeve anëtare, Meloni bëri thirrje për një afat kohor të qartë të përcaktuar dhe një sër reformash që duhet të zbatoheshin ose planifikoheshin brenda këtij viti. Pika e parë është se nuk kemi më kohë, duhet të nxitojmë. Nuk kemi nevojë për një program, por për një orar, me afat të përcaktuar dhe një sër reformash të zbatuara ose të planifikuara deri në fund të vitit, deklaron kryeministre italiane Giorgia Meloni. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen paralajmëroi se vendosja një preferencë Made in Europe në kontratat publike është një vije hold për të ndjekur, ndërsa liderët e Bashkimit Evropian pritet të diskutojnë gjerësisht çështjen në një samit informal. Duke folur në seancën plenare në Strasburg, von der Leyen tha se në sektorët strategjik një preferencë europiane mund të shërbejë si instrumenti domosdoshëm për forcimin e bazës prodhuese të BE-s. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.